Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Do të flasim për disa ngjarje që kanë ndodhur fakt së fundmi, disa ngjarje që nuk kanë shumë lidhje me njëra tjetrën, por dinamika në fund është krimi dhe ajo që i bashkon të dyja është pikërisht kjo gjë që mos apo thash. Me ne është bashkuar avokati i mirënjohur, zoti Alban Duraj. Zoti Duraj, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit, mirë se u gjeta. U bë shumë mediatike një video ditën e djeshme ku një personazh publik që ka dalë shpesh nëpër media në rolin e një eksperteje punësimi është parë teksa merr disa para ose një shumë parash nga një pikë e këmbimit valutor. Çfarë ngjarje është? Është një ngjarje e cila na ka shokuar të gjithëve, pra duke marrë në konsiderat që kemi të bëjmë me një figurë publike dhe me një personalitet i cili është faqur në publik si ekspert punësimi, por me informacione që ne kemi tashmë dhe denoncimin publik që ka bërë pronari i Exchange-it, ne kemi marrë informacion që e dyshuara, pra ka qenë e punësuar të institucion, të paktën kaq pasyron media, dhe ka marrë një shumë të konsiderueshme paraje. Pra, në rastin konkret, ajo ka konsumuar elementin e veprës penale të vjedhjes, pra duke marrë shumën prej 5.000 euro. Pra, kjo konsiderohet vjedhje me pasoja të lehta, sepse nuk e kalon shumën E 10.000. 10 milion lekë apo 1 milion lekë të reja. Dhe përgjegjësia penale lidhur me këtë është e sankcionuar në nenin 134 paragrafi pad i kodit penal, i cili sankcionon që marzhi i dënimit është deri në 5 vite burg. Pra 5.000 euro për 5 vite, që i bie 1.000 euro për çdo vit. Aja vlen të gjithë ky investim që e dyshuara ka kryer apo jo, që do të thotë i takon organit të akuzës të provojë që kjo kemi të bëjmë me elementin e veprës penale të vjedhjes, pasi tashmë statusi i çdo personi i cili është i dyshuar apo ka një kallëzim penal, nuk do të thotë që jemi apo e shpallim me atë fajtor, sepse ne nuk mund t'i bëjmë një gjyq publik askujt, por fajtor shpallet në momentin që vendimi merr formën e prerë. Pra duhet të jetë gjykata e apelit e cila të vendosi lidhur me statusin e personit të dyshuar. Pra, gjithashtu mundet që të jemi përpara faktit që e dyshuara ndoshta ka marrë pagesat, të cilat nuk i ka marrë, nuk ka pasur mundësi që t'i marrë nga punëdhënësit, duke marrë në konsiderat që shumë punëdhënës në Shqipëri nuk i paguajnë në kohën e caktuar punëmarrësit, pra duke ndjekur një politikë sllavërimi për ta, edhe pse ne kemi të bëjmë me një ekspert e punësimi, por të gjithë ne jemi njohur që e dyshuara kishte zyrën e vetë të punësimit apo ishte specializuar në këtë fushë, pra në fushën e punësimit. Dhe natyrisht që askush nuk e mendonte që mund të bënte një punë të tillë, pra një punë tjetër, se një punonjëse në Exchange, megjithatë fakti që nuk ka funksionuar një zyrë punësimi dhe një sipërmarrje e tillë, qoftë edhe si eksperte, tregon që tu në vend ose nuk funksionojnë zyrat, ose thjesht janë zyrat të cilat nuk ecin, pra edhe zyrat e punësimit janë të pasuksesshme si një pjesë e bizneseve këtu në Shqipëri, të cilat mbajnë me zor, nuk mund t'i mbash sepse ka shumë detyrime, nuk ka treg, pra duhet parë edhe në një plan pak më të gjerë social, pasi ne mund t'i shikojmë ato si përmarrje si në Instagram, Facebook apo qoftë edhe në imazh si të suksesshme, por realisht gjërat tu nuk funksionojnë. Pra ka një problem. Dhe fakti që e dyshuara ka bërë një punë tjetër ose ka falimentuar, e ka mbyllur zyrën e punësimit, pra tarisht ajo një pagë që mund të merrte aty mund të ishte mesatarisht një pagë deri në 70.000 lekë.
të reja nuk e besoj më shumë. Megjithatë do parë çfarë roli ka këtu. Apo është sipërmarrëse, është bashk investitore këtu, se mund të jetë le të themi një bashk investitore me një person tjetër i cili ka shoqëri, ka nevojë që të ketë një ndihmë financiare, ekonomike, qoftë edhe burim njerëzor ose ndoshta një ortakëri, dhe kjo ka mbuluar çështjen e angazhimit në punë, pra i takon organit të akusës të provoj të gjitha këto element të cilat janë element të rëndësishëm në një hetim. Por shumë kush nga ne mund të ngrej pyetjen si ka mundësi që një personalitet publik mund të kryej një gjë të tillë. Tani media duhet i skanoj këta, duhet i filtroj këta, sepse shikojmë shumë njerëz cilët s'po flas për rastin konkret, sepse media nuk ka përgjegjësi për ata që fton, edhe natyrisht që në një informacion paraprak që mund të marrin, mund të shikoj që nuk është personi i cili ka rrezikshmëri apo ka kryer një vepër penale të caktuar, aq më tepër që në rastin konkret askush nuk mund ta parashikonte që çfarë do të kryej. Mund të kryente e dyshuara një vrasje. Pra, ju media nuk ban përgjegjësi apo vepra tjera të cilat çdo njeri mund të përballet, siç mund të jetë aksidenti, pra shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor, qoftë edhe një vrasje nga gjengëdhësia, por të shkosh edhe të vjedhësh, pra të dyshohesh se ke kryer, ke marr para, kjo është e papranueshme, pra duke qenë se aty survejohesh, ka kamera tjera me radhë. Por një problem tjetër përveç kësaj situate që ju nuk e parashikoni dot se çfarë mund të ndodhi, pra me një të ftuar pas emisionit apo në të ardhmen, asgjë nuk është e parashikuar. Ajo që më bën përshtypje është që ka shumë të dënuar, pra kemi të dënuar cilët edhe mund të jetë rehabilituar, por edhe personazhe të cilat nuk kanë asnjë vlerë njerëzore, por sociale, morale, nuk po them profesionale, sepse profesioni vjen e fundit kur vjen me një qytetar i cili del në media, por nuk ka asnjë të vetme vlerë e kanë sherin, banalitetin, dhe këtë e bëjmë për shkak edhe të një audience që duhet të marrin, pra një vëmendje, ikin nga emisioni, pra duke bërë veprime të tilla të cilat bien në kundërshtim pra me të gjitha ato parimet etike dhe morale, dhe këtë e bëjmë vetëm thjesht për klikime. Pra kjo këtyre personazheve besoj nuk duhet t'i jepet kaq shumë vëmendje sepse i jepet vlerë, ndërkohë që me zonjën, pra me të dyshuarën, unë kam qenë në 2 emisione, pra aty kam qenë për çështjet e punësimit, duke qenë se një nga fushat e mia të specializimit dhe të praktikës time avokatore janë edhe çështjet e punësimit në mbrojtje të punëmarrësve, të drejtave të tyre, dhe kam qenë në 2 televizione, por rastësisht kam qenë me zonjën, pra e cila dyshohet, edhe me një koleg tjetër avokat, por që ai është drejtues i një sindikate që merret me problemet e punojësve, me problemet e punësimit, dhe rastësisht në këto 2 emisione zonja është ngritur dhe ka ikur nga emisioni. Për të ndalur këtu avokat, kemi parë që ajo ka pasur një sjellje të jetë agresive, si ndaj jush, por edhe ndaj analistëve të tjerë. Në këtë sens, a duhet që ndoshta të zhvillohet një ekspertizë mjekoligjore për të saksuar se si është aspekti i saj emocional psikik? Patjetër që kjo është një element, po që këtë problemi mendor nuk duhet ta kërkoj prokurori. Pra, sepse nëse kërkon prokurori, ajo shpëton nga përgjegjësia penale, por duhet ta kërkoj mbrojtësi ligjor, në mënyrë që e dyshuara të shtrohet pra një spitali i cili të jetë i specializuar për shëndetin mendor, të marrë trajtimin e nevojshëm
Dhe këta personat cilët dyshohen se kanë kryer veprën penale përkatëse, por kanë probleme të shëndetit mendor, ndryshim emocional, moskuptimin e problemeve në mënyrë të drejtë dhe këta merren dhe pasaj vendosen në këtë institucion. Shpëtojnë nga përgjegjësia penale, që do të thotë nuk shkojnë në burg, shpëtojnë, por i takon mbrojtjes dhe nuk e di nëse çfarë rrugë do të ndjekin familjarët e të dyshuarit, pasi kjo është një çmenduri, pra të marrësh në dritë me diell 5.000 euro, duke ditur që ke kamera, ka qenë e punësuar apo jo, duhet parë ky fakt, apo ka qenë kliente, se duhet ta shikojmë si e gjeti rrugën që u fut. Pra duhet analizuar gjitha këto elementet, mund të jetë bashkëpunëtore në sensin që e ka ngritur vetë pikën me një ortak tjetër, apo ka shkuar aty sepse ka një bashkëpunim partneriteti për të rekrutuar apo për të sjell punëmarrës, pra duhet vërtetuar nga ana e organit të akuzës, por lidhur me problemet e shëndetit mendor dhe caktimin e një eksperti mjekoligjor për vlerësimin psikik të dyshuarit, i takon mbrojtjes. Pra nuk e dim se çfarë do të zhvillohet në të ardhmen. Këto janë rastet cilat duhet edhe të studiohen, pra në mënyrë që të dalim me një rezultat të tillë. Por kur shikojmë që ke një konflikt me gazetarin, me panelistët, ikën edhe mund ta bësh një herë, sepse ne jemi njerëz dhe nuk i kontrollojmë ndonjëherë emocionin për shkak edhe të ngarkesës që kemi emocionale apo stresit që kemi në punë, por raste apo personazhe të tilla nuk duhet dhënë fare hapësirë, sepse nuk sjell asgjë për publikun apo për qytetarët. Avokat, për të ndalur edhe tek një ngjarje tjetër, neve pam një video të jetë banale që ndodhi në Fier, ku disa vajza të mitura, por jo vetëm, dhunonin bashkëmoshatarën e tyre dhe filmonin për më tepër. Por përtej kësaj video banale, që është bërë edhe të jetë virale, qëndronte diçka tjetër. Pra duke si ishte pas një grup më i strukturuar shantazhi që ata e aplikonin në qytetin e Fierit ndaj personazheve nga më të ndryshme. Sa e rrezikshme është kjo dhe çfarë fenomeni është? Është shumë e rrezikshme dhe këtu duhet të ndryhej jo prokuroria e Fierit, por duhet ta shikoj në një aspekt të grupit të strukturuar kriminal. Unë mendoj që në çështjen konkrete duhet të futet, pra prokuroria e Fierit t'ia kaloj për kompetencë prokurorisë së posaçme, pra ose ndryshe strukturës së posaçme, SPAK-ut, në mënyrë që ta investigojë në kuadër të këtij grupi të strukturuar kriminal, të nxjerrë përpara përgjegjësisë, jo vetëm të goca, të cilat këto vajza të vogla, të reja, të cilat kishin një sjellje e cila është e papranueshme dhe besoj jo njerëzore, por të kokave të cilat janë të angazhuara në këtë grup të strukturuar kriminal. Ata të marrin dënimin e merituar në mënyrë që të jepet fund një herë për gjithmonë këtyre lulëzimit të këtyre grupeve të strukturuara, grupeve kriminale të cilat terrorizojnë qytetarët e drejtë, qytetarët e ndershëm, duke i futur në kurthe, duke i regjistruar dhe duke përdorur makinacione të ndryshme dhe duke nxjerr përfitime ekonomike të cilat janë jo ligjore dhe të padrejta. Në rastin konkret ne kemi të bëjmë me një veprimtari, sepse ne kemi parë aty vetëm goditjen e vajzës, pra regjistrimin, dhunimin që ato kanë bërë, por ky grup i cili është angazhuar dhe ka përdorur, pra kemi rekrutimin e vajzave të mitura nga grupe të caktuara, duke i joshur ato sepse janë të vogla dhe duke i bler veshje, duke i qerasur me dreka, duke i bler pije, pra duke i dhënë edhe lëndë narkotike në mënyrë që këto
të bëhen të varura pastaj nga këto grupe kriminale. Pra është një mendje e cila e djallëzuar, e cila qëndron në drejtimin e gjithë kësaj strukture, në mënyrë që t'i bëjnë të varura këto duke i dhënë dhe pagesa borxh ose qoftë edhe duke ia falur, dhe natyrisht që këto grupe shikojnë ato familje të cilat nuk ka mundësi financiare për fëmijët e tyre, nuk i ndjekin dot fëmijët e tyre, nuk ja plotësojnë dot të gjitha dëshirat fëmijëve të tyre, dhe janë familje normale që të gjitha familjet ne këtu në Shqipëri e shikojmë për shkak edhe të zhvillimit ekonomik që kemi si vend, patjetër që prindërit e kanë të pamundur që t'i plotësojnë të gjitha ato dëshira, por një apel është për gjithë prindrit që ata duhet të qëndrojnë pranë fëmijëve të tyre. Pra edhe pse nuk kanë mundësi për t'i plotësuar dëshirat ekonomike, financiare të gjitha, por ata të qëndrojnë pranë fëmijëve, të merren me ta, me fëmijët e tyre, të flasin me fëmijët, me aq sa mundësi kanë të pushojnë, pra të gjejnë mënyra alternative në mënyrë që t'i kënaqin fëmijët e tyre me lojra dhe të jenë sa më kontrollues, por jo kontrollues në sensin që t'i sjellin edhe një stres fëmijës me kontrollet që ata kryejnë ku je edhe t'i rinë nga mbrapa si roj apo si xhandarm ose si lënë që të luajnë me shoqet e tyre apo me shokët e tyre, por një kujdes apo një kontroll në distancë në mënyrë që fëmijët e tyre mos jenë prej këtyre grupeve të cilat janë të poshtra, pra nuk kanë një vlerë njerëzore, pse këto që e komandojnë këto apo i përdorin këto goca apo të mitur, kanë vetë motra, vëllezër, pra të afërm, kushërira, fëmijë, pra nëse janë në moshë të madhe, dhe kurse si nuk mund ta bëjë një njeri i cili ka disa parime minimale njerëzore. Qartë, për të mund dalë këto avokat, madje edhe njëra nga nënat e vajzave të përfshira, është shprehur që vajza e dhunonte dhe nuk e dëgjonte dhe kthehej në orët e vona të natës në shtëpi. Po, ky është mekanizmi që përdorin këto grupe. Pra fillimisht i joshin, pra me mundësi qoftë vogla, por edhe të mëdhaja, me pushime apo me frekuentimin e restoranteve, të pubeve, me dhënien e lëndës narkotike, pra drograve, duke filluar që nga cannabis sativa dhe pastaj nga përdorimi i drogës rënd që mund të jetë kokaina, pra këto vajza i bëjnë të varura. Pra në momentin që një vajzë pi kokainë, ajo është e pakontrollueshme në kuptimin që duhet gjithmonë e varur. Pra këto janë metoda të cilat janë metoda për t'i sllavëruar këto vajza dhe për t'i bërë të varura. Dhe natyrisht kur je i droguar, nuk je në gjendje që të perceptosh cili të do më shumë, pra të do nëna apo të do një trafikant i cili të shfrytëzon ty. Këto janë minorene, janë vajza të cilat nuk i kuptojnë këto veprime, janë ende në ekstaz, pra janë të varura edhe për shkak të këtyre varësive të cilat përdorin këto grupe kriminale dhe patjetër që do bëhen agresive. Pra nuk do ta dëgjojmë, ato janë konflikte, mund të jenë në efektin e kokainës dhe janë sjellje të cilat nuk i kuptojnë veprimet e tyre. Pra kjo sjellje nuk është vetëm për fëmijët e mitur që e përjetojnë akoma më rënd të dramë psikologjike, por është edhe për të rriturit. Pra nëse ne kemi një person të droguar, një qytetar i cili mund të jetë 30 vjeç, patjetër ai kur fillojnë krizat pra e lënies së efektit lëndës narkotike, ai fillon edhe del nga vetja. Pra do prap kokainë që të marrë veten që të qetësohet dhe natyrisht që t'i kuptoj veprimet e tyre, por kemi edhe efektin që mund t'i japi lënda narkotike, që mund të jetë agresiviteti. Shumë e kanë me agresivitet, disa e kanë me të qeshur apo vinë në qef. Pra ka forma të ndryshme të efekteve që mund t'i japi lënda narkotike. Por është e papranueshme dhe e pafalshme që këto goca të bëjnë ndaj nënës së tyre, pra ndaj njeriut më të shtrenjtë. Prandaj ne si shoqëri duhet i ngrejmë këto probleme
shteti duhet të krijojë mundësi, kampe për rekrutimin apo për sensibilizimin, për kryerin e aktiviteteve sociale lidhur me fëmijët e mitur gjatë verës. Pra, tani kemi 3 muaj pushime vere, fëmijët nuk ka mundësi se ku t'i kalojnë këto ditë pushimi, edhe pse mund të ketë mundësi financiare një familje, po maksimumi 10 ditë prindrit mund të marrin pushim sepse janë të angazhuar me punë. Pra, kampe nuk kemi, qoftë edhe me pagesë apo me pagesë minimale, po për gjithë ato familjet cilat nuk kanë mundësi financiare, duhet shteti që ta sigurojë këtë. Të shkojnë fëmijët në kamp, të hanë ushqimin aty, pra mëngjesin dhe drekën minimalisht, të kryejnë lojra në këto kampe në mënyrë që të ditët të jenë të zëna dhe të jepet një kohë më e kufizuar që fëmijët të jenë në rrugë. Pra të jenë poshtë pallatit të pakontrolluar, të jenë me shoqet pakontrolluar, të jenë me telefonin pakontrolluar, pra ka shumë mekanizma në mënyrë që ne fëmijët t'i kemi sa më të kontrolluar. Edhe një pyetje tjetër, avokat, e cila është dhe e fundit, kemi parë që si në Fier, ashtu edhe në Durrës, në një rast që është investiguar nga një media në Shqipëri, të miturat, sidomos adoleshentët 14-15 vjeçare, veç se ushtronin vetë prostitucionin, gjenin edhe bashkëmoshatare të tyre, të cilët ndiqnin këtë rrugë. Ky është një fenomen që ndodh tek fëmijët e mitur. Së pari ndodh sepse ata janë të pambrojtur, nuk i kuptojnë veprimet e tyre. Për shkak edhe të moshës së tyre dhe lehtësisë që kanë këto grupe kriminale për t'i rekrutuar këta të mitur, por natyrisht që në momentin që shikojnë se ky është një mjet fitimi, po duhet kuptojmë që atë pagesë, pra nëse shkon për të kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë, një qytetar, pra dhe do japi një vlerë prej 10.000 lekë të reja, bie fjala, duhet kuptojmë që këtë pagesë nuk e merr ajo vajzë, pra ai fëmijë i mitur, 10.000 lekëshin. Ajo do ta dorëzojë tek tutori i tij, pra tek këto grupe kriminale. Dhe këto grupe kriminale i shfrytëzojnë, këto pagesa i marrin ata dhe thjesht i japin ndonjë pagesë minimale këtyre vajzave të cilat janë të përdorura dhe duhet ta kuptojnë që janë të përdorura, pra po përdoreni dhe një apel i imi është si vëlla, si kushuri, si qytetar, si avokat, që ju po përdoreni, pra nuk është ai veprim, nuk është në dobi të tyre personalisht, të jetës së tyre, por edhe të familjes dhe të prindërit, por ju po ushqeni një grup kriminal i cili po pasurohet në kurrizin e këtyre vajzave të cilat nuk po i kuptojnë për shkak të moshës veprimet e tyre. Nesër do jetë shumë vonë, që do të thotë ato duke braktisur shkollën, duke lënë familjen e tyre, duke mos patur një jetë të rregullt shoqërore, do të ketë shumë pasoja në zhvillimin e tyre mendor së pari, por edhe profesional. Pra nëse do të jetonin një jetën ashtu si gjithë qytetarët, gjithë bashkëpunëtorët e tyre, ata do të ishin të denjë për veten e tyre, për familjen e tyre dhe për vendin e tyre. Kjo nuk është rruga e dur. Rruga e dur është familja, dëgjimi i prindërve, pra prindrit janë ata që ne na duan më shumë në këtë botë. Pra nuk ka njeri tjetër më shumë se prindrit. Pra nuk ka në rast unikal dhe ne kemi trajtuar edhe emisione të shumta për zonjën Bukurie Mata, e cila ka dalë, pra është simboli i të gjithë prindërve, pra përfaqësimi i gjithë prindërve që nuk ka rreshtur së kërkuari bien e saj, pra ta janë prindrit, këto janë nënat për cilat ne duhet që të kemi një vlerësim, t'i dëgjojmë ata, sepse nuk i kuptojnë kur jemi të vejër, por kur bëhemi vetë prind, aty e kuptojmë roli që ka nëna, roli që ka babai, dashuria që ata japin, sakrifisa dhe mundi që japin për fëmijët e tyre, po kuptohet
që në këtë vend ne kaq mundësi kemi, sepse këtu kemi padrejtësi sociale, mospasjet e vlerësimit të punonjësve dhe të ardhurat janë këto që janë. Po me këto mundësi që ne kemi, ne duhet i vlerësojmë prindrit, të studiojmë, të marrim një profesion, një zanat në mënyrë që të bëhemi të denjë. Por ajo çka unë dua të theksoj lidhur me rastin e Fierit që nuk e prekëm në fillim, është fakti që këto grupe kriminale çfarë bënin? Merrnin goca të reja dhe joshnin zyrtar, pra policë, punojësit e policisë, oficerët e policisë gjyqësore, prokuror, pra ka informacione jo çka kemi parë zyrtare nga media, nga portalet, që ata kanë shkuar prokuror, kanë kryer marrëdhënie seksuale, pra kanë shkuar gjyqtar, kanë shkuar avokat, sipërmarrës, dhe grupi kriminal çfarë bënte? Kur ta shkonin dhe kryenin marrëdhënie seksuale me këto të mitura, ato i regjistronin, pra kishin bërë pajisje të tilla në hotele ose në shtëpitë cilat i kishin të sajuara, dhe këto i merrnin, pra i joshnin, kryenin marrëdhënie normale seksuale dhe ishin të regjistruara, pra që nga momenti që shkonin, që nga momenti që fillonin aktivitetin seksual, pra edhe kryenin marrëdhënie seksuale, pra edhe këto janë të gjitha të regjistruara. Pasi regjistroheshin, ky grup kriminal kishte bashkëpunëtor të tjerë, të cilët i çonin fjalët dhe i thoshin nëse ju nuk do jepni një shumë, po marr një rast 10 milion lek, atëherë ne këtë do ta bëjmë publike, do t'ia çojmë gruas, dhe shumë prej tyre janë të martuar, do të shkatrojnë familjen, do t'ia çojmë fëmijës. Pra këto ishin mekanizma. Dhe pastaj çfarë bënin? Këta i kërkonin favore. Pra këta mund të merreshin me lëndë narkotike, me krime të tjera, dhe i kishin nën komand këta zyrtarë të nivelit lartë, të nivelit të ulët, në mënyrë që këta të realizonin favoret tyre. Pra nëse do kishin aktivitet në trafikun e lëndës narkotike, nuk i prekte njeri, sepse i kishin të shantazhueshëm, përveç se i mund t'i merrnin edhe para, por i mbanin në tiro për shkak të këtyre regjistrimeve që këta kishin. Dhe ndaj them që prokuroria e posaçme i bëj apel prokurorisë posaçme që të hetojë këtë rast. Është një rast shumë i rëndë, për cilin duhet të dalin gjithë organizatorët, të dalin dhe të kryejnë veprime hetimore të thelluara, të dali kush është koka e këtij grupi kriminal. Do thoni ju, po a kanë këta zyrtar të tjerë që kanë kryer marrëdhënie, kanë përgjegjësi apo jo? Patjetër që kanë. Përgjegjësia është, së pari është që ne nuk duhet të shkojmë të kryejmë marrëdhënie seksuale me lek, me para, me një femër, pra të shkojmë të japim para, sepse këtu jemi përpara konsumimit veprës penale të prostitucionit, dhe kjo është e dënueshme, është një vepër e cila dënohet deri në 3 vite burg edhe për atë që e merr si shërbim apo jep para si marrjen e këtij shërbimi, dhe nga ana tjetër, vepra tjetër që këta kanë konsumuar është që këta kanë shpërdoruar detyrën. Pra kemi një korrupsion pasiv, sepse nuk do të kenë shkuar prapë me këto femra, por kanë marrë kanë marrë të shërbim dhe kanë hedhur firmën, kanë vënë vulën në marrjen e një favori nga ana e këtij grupi kriminal, ndaj po them që ka përgjegjësi penale dhe duhet të hetoar me shumë seriozitet. Kjo është apeli im për këtë rast. Avokat, shumë faleminderit që ishte me ne dhe faleminderit shumë për analizën tuaj. Faleminderit shumë për mundësinë që më jep. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.